Të premten që dita e fundit për operatorët e energjisë në Kosovë që t'i dorëzojnë aplikimet fillestare për shqyrtimin vjetor të tarifave. Furnizuesi Kesko, distributori KEC dhe Korporata Energjetike e Kosovës tashmë e kanë bërë këtë, por nuk është konfirmuar ende nëse aplikimin e ka dorëzuar edhe operatori Kost. Më së largu në javën e ardhshme, kosovarët do ta kuptojnë nëse është propozuar shtrejtim i ri i rrymës. Eksperti energjisë Izet Ibrahimi shprehet i bindur se nga prilli qytetarëve energjia do t'u kushtoj më shumë. Tregues kryesor sipas tij është importi i vazhdueshëm i energjisë. Justifikimi kryesor i zyrës do të jetë fakti se kemi nivel të lartë të importit të energjisë elektrike dhe importeve të shpejta, dhe e dyta është se gjendja e kapacitetit gjeneruese në Kosovë është në nivelin më të ulët të zhvillimit kapacitetit, ose më thonë në nivelin më të ulët të operacioneve. Ibrahimi pret që rritja e çmimit do të prek numër dyshifror në përqindje. Veprimet e fundit zyrës janë para përgatisin ose po përpiqen të arsytojnë para opinionit një edhe një ngritje të re të energjisë. Për herë të fundit, çmimi i energjisë elektrike u rrit në vitin e kaluar për 16.1%, ndërsa në 4 vitet e fundit tarifat për energji janë rritur 3 herë.